Kjo ditë e shenjtë të sjell paqe, shpresë dhe bekime për çdo njërin dhe për familjen e tyre. Kjo ditë e shenjtë është një ditë e cila na bën të kemi një reflektim të thellë shpirtëror dhe një kujtesë të fortë që e mira mbizotëron mbi të keqen. Dhe dashuria dhe sakrifica do të mbizotërojnë jetën tona. Mesazhi i kësaj dite të shenjtë, i ringjalljes dhe dritës, është një mesazh i fortë, i cili na bën të kujtojmë që duke qenë bashkë, duke qenë solidar, do të punojmë më shumë për të përmirësuar jetën tonë, për të pasur më shumë begati në familjet tona, dhe pse jo, për të pasur një shoqëri më të fortë dhe më të begatë. Unë dëshiroj të theksoj që kjo harmoni fetare në Shqipëri është gur themeli i shoqërisë tonë, ku besimi dhe respekti për njëri tjetrin është forca jonë. Gëzuar Pashkët besimtarëve katolik, atyre ortodoks, por gëzuar Pashkët dhe të gjithë shqiptarëve, sepse bekimi i Shqipërisë është që qofshin Krishtlindje, e qoftë Bajram, qofshin Pashk, e qoftë Sultan Novruzi, ka një atmosferë të përgjithshme, dëshire për të përjetuar së bashku festën e një komuniteti tjetër besimi. Gëzuar pra. Besimtarve katolik shqiptar dhe në mbar botën, ju uroj gëzuar ngjalljen e Krishtit, ditën më të rëndësishme në historinë e qytetërimit perëndimor. Ringjallja e Krishtit shënon momentin më frymëzues, më të rëndësishëm për mbar njerëzimin. Mbasi parimet e porosive të tij, apo porositë e tij, ushtruan në, të themi, parimet morale të njeriut të qytetëruar, të qytetërimit perëndimor. Le të urojmë që Pashkën tjetër ta kremtojmë më mirë dhe pak të keqet madhe që i ka rënë hisë Shqipërisë këto vite.